Qabja si qendër e monoteizmit të themeluar nga profeti Ibrahim, paqja qoftë mbi të, ekzistonte, por brenda mureve të këtij tempulli të vërtet të Allahut të madhëruar, kishte kohë që ishin ngritur dhe adhuroheshin plot 360 idhuj politeist. Duke gjykuar mbi këtë situatë sa absurde, aq edhe të mbrapsht, kuptohet se ajetet e para kuranore kishin të bënin me heqjen e këtyre idhujve, që e mbanin të rrethuar shtëpinë e vërtetë të Allahut të madhëruar, Qaben e shenjtë të themeluar nga vetë profeti Ibrahim, paqja qoftë mbi të. Mëtej, ata kërkonin transformimin e këtij vendi në një teuhid, besimi vetëm në Zotin që është një e i vetëm të Allahut, në të cilin do të punohej për përmbushjen e misionit të tij. Por, nga ana tjetër përmbushja e këtij misioni, nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, do të haste në rezistencën e adhuruesve të idhujve, që ishin nga fisi mbizotërues si kurejshëve dhe të prijësve të tjerë arab. Atëherë, lufta do të ishte e pashmangshme. Por, profeti i ndërroi planet e veta, duke spastruar që në fillim të veprimtarisë së tij, idhujt politeist në Qabe dhe nisi të predikonte parimet monoteiste të ekzistencës së një Allahut të vetëm. Allahut nuk mund t'i bëhej shok asgjë dhe askush mbi këtë tokë e në tërë universin e pafund. Ky që misioni i parë profetik, i cili do të predikohej duke përjashtuar çfarëdo lloj dhune dhe metode konfrontimi nga ana e profetit Muhammed. Vërtet, tërjeta e Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, është një pasqyrë e veprimtarisë së tij të pandryshuar në emër të dashurisë për paqe. 2. Duke ndjekur në mënyrën më besnike parimet e paqes dhe të mospërplasjeve, profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, vazhdoi të punonte në Mekë për një periudhë 13 vjeçare. Megjithatë, rruga e tij paqësore e predikimit të misionit të madh nuk ishte se si të mos i nxiste pasionet rebele dhe kundërshtuese të prijësve kurejsh, të cilët, pas një mbledhje ndërmjet tyre, vendosën ta vrisnin profetin. Kështu, një natë të errët, një tuftë cubash të rinj kurejsh rrethojnë shtëpinë ku banonte profeti dhe përpiqen t'i japin fund jetës së tij. Ajo ishte një sfidë e hapur kundër profetit dhe përkrahësve të tij. Ajo ishte një ftesë për luftë, të cilën nuk mund ta shmangte. Pavarësisht nga ajo, i udhëhequr nga Allahu i madhëruar, profeti vendosi që edhe në atë rast ekstrem vetmbrojtjeje, t'i largohej përballjes me armiqtë e tij të betuar. Kështu, me heshtjen e natës dhe në fshehtësi të plot, ai u largua nga Meka për të shkuar drejt Medines. Migrimi i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, është një shembull i qartë i shmangjes nga ana e tij me çdo kusht të zgjidhjeve të dhunshme, duke përdorur në vend të kësaj një zgjidhje paqësore. 3. Betejë e Llogorës, betejë e Hendekut, është një shembull tjetër i profetit në rrugën e tij të përhershme të zgjidhjeve parësore. Zhvillimi i ngjarjeve ndodhi në këtë mënyrë. Një turm idhujtarësh që u përkisnin fiseve të ndryshme të mbledhur në Medinë, kishin vendosur të sulmonin profetin dhe shokët e tij. Kjo ishte një sfidë e hapur ushtarake. Megjithatë, profeti do të zgjidhte një taktikë, e cila synonte mënjanimin e një përballimi ushtarak me kundërshtarët. Në përputhje me planet e tij, profeti dhe shokët e tij punuan natë e ditë për të hapur një hendek të thellë, i cili do t'i ndante nga armiqt. Llogoria do të shërbente si një barrierë mbrojtëse ndaj sulmeve të kundërshtarëve. Kështu, në momentin e sulmit kurejshës, pamundësia për ta kapërcyer llogoren i dekurajoi armiqt dhe i bëri të hiqnin dorë nga qëllimet e tyre. Në këtë mënyrë, ata u detyruan ta ngrinin kampin për disa ditë rreth llogores së profetit, duke pleqëruar mundësinë e gjetjes së një rruge të përshtatshme për të sulmuar. Më në fund, duke parë pamundësinë e kapërcimit të Hendekut, pa humbje të konsiderueshme, kurejshët hoqën dorë dhe u larguan nga Medina pa e arritur qëllimin e tyre. Kjo ngjarje është edhe një shembull tjetër me të cilin ilustrohet më së miri vendosmëria e profetit për të gjetur në çdo rast një taktikë e cila do ta mbante atë sa më larg konflikteve të armatosura.